Në çdo vend normal një krizë e sigurisë ushqimore trajtohet me alarm shtetëror. Në Shqipëri ajo menaxhohet me heshtje propagandë dhe shpërndarje faj. 2,6 ton mish pule i kontaminuar me salmonel qarkulloi lirshëm në tregun shqiptar, u konsumua nga qytetarët dhe asgjë nuk ndodhi. Askush nuk mbajti përgjegjësi, askush nuk doli të kërkojë ndjes, askush nuk tregoi ku përhap saktësisht ky mish dhe çfarë pasoja shkaktoi. Zyrtarisht rasti ishte i njohur për 7,9 ton mish pule të infektuar me salmonel, ndërsa një pjesë e këtij mishi, rreth 2,6 ton, është shitur dhe konsumuar në këto 10 ditë dhe nuk kam asnjë gjurmë, por asnjë informacion për qytetarët, asnjë paralajmërim publik, asnjë listë me emra, asnjë komunikim serioz. Institucionet e shëndetit publik nuk kanë dhënë as shifra, as vendodhje, as statistika për të prekurit, sepse prioritet nuk ka qenë qytetari, por si ta kalojmë këtë skandal me sa më pak zhurmë. Ndërkohë drejtuesi i komanduar i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë, Paulo Rapaj, ka zgjedhur të heshtë dhe të fshihet, duke u përpjekur ta relativizojë ngjarjen dhe duke shpresuar që qytetarët e Vlorës të informohen, askush nuk e di se si. Edhe pse qytetari lexon një dështim të frikshëm në zinxhirin e sigurisë ushqimore, dhe ky dështim nuk është rastësor. Është pasojë një kulture drejtimi ku zhurma mediatike është më e rëndësishme se jeta e një fëmie që mund të ketë konsumuar atë mish. Në vend të transparencës kemi fshehje dhe frikë, në vend të përgjegjësisë kemi gishtin që tregohet kundër të tjerëve, në vend të mbrojtjes së qytetarëve kemi mbrojtjen e vendit të punës duke u fshehur e duke mos qenë transparent. Blu Televizion ka disa pyetje për ju zoti Paulo Rapaj, drejtori i komanduar i Akus në Vlorë. Cilat markete në Vlorë janë furnizuar me këtë mish? A është tërhequr i gjithë mishi nga tregu? A ka mundësi gjurmimi të mishit që ka mbritur te konsumatori, qytetarët dhe bizneset? Dhe nëse po, është lajmëruar shëndeti publik për të bërë një investigim të ndikimit që ka pasur konsumit e fëmijëve dhe të moshuarit? Pasi kur situata shoqërohet me heshtjen, kur njerëzit helmohen, rreziku më i madh nuk është salmonela, është mos ndëshkueshmëria.